Nga burime të ndryshme gazetareske thuhet se presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta do të kandidojë në Tiranë, jo për një vend të sigurt, pra në 12 emrat e parë, por në listat e hapura. Ky është një akt për të përshëndetur dhe tregon një kurajo politike të Metës. Duke shtuar dhe pozitën ku gjendet, akti është edhe më shumë për të përshëndetur Ilir Meta nëse do të kandidonte në lista të sigurta, do të zgjidhej deputet dhe me shumë gjasa do të dilte nga paraburgimi ku ndodhet dhe do të fitonte lirin. Mirë po, fakti që vendosi të jetë në listat hapura ku askush nuk është i sigurt, tregon një mesazh politik që kërkon të jap. Këtë gjë në fakt duhet ta ndjekin shumë personazh në opozit. Nga ato që fliten lart e poshtë në Tiranë, lista e mbyllur e Partisë Demokratike do të jetë përbërë nga njerëz me peshë dhe me një karrierë të gjatë politike. Emra si Edi Paloka, Flamur Noka apo Albana Vokshi e të tjerë do të jenë në listat e sigurta. Nga një parti e cila ka 12 vite në pushtet dhe që kërkon të bëjë rotacionin në Shqipëri, pritej një sjellje ndryshe nga kryetari i Partisë Demokratike, por edhe politikanë të spikatur të saj dhe me peshë. Të gjithë këta personazh po vrapojnë të jenë në lista të mbyllura dhe askush nuk po merr guximin të jetë jashtë tyre për të mbledhur vota me peshën dhe eksperiencën politike që kanë. Kjo sjellje nuk është as pak kurajoze, as pak elektorale dhe tregon ndoshta një mosbesim të fitoria e Partisë Demokratike. Prej tyre në fakt pritej marrja e përgjegjësive më shumë, duke ja lënë vendin e sigurt personave publik me reputacion nga shoqëria civile, profesoriati apo ekspertë të ndershëm që ndoshta nuk marrin dot vota, por ama japin një mesazh rinovimi, besimi dhe fryme për opozitën shqiptare me qëllim rotacionin politik. Përkundrazi, të gjithë personazhet me një jetë politike të gjatë në PD po turren të jenë të sigurt për mandatin e tyre në parlamentin e ardhshëm, duke krijuar një listë me të njëjtët emra, me një retorik po të ngjashme dhe me një mesazh po ashtu të ngjashëm që kanë dhënë tre zgjedhjet e kaluara dhe që kanë humbur. Nëse vërtet do të jetë kështu, edhe pse duhet presim listat përfundimtare, Partia Demokratike po e nis me këmbën e gabuar garën elektorale të 11 majit, nga ajo pritej që të ishte më inovatore, më e guximshme dhe më me besim te fitoria. Ndërkohë që ndjesia është se po i paraqitet shqiptarëve me të njëjtët njerëz pa ofruar asgjë të re. Për mos të folur për primaret që zhvilloi brenda saj, ku paradoksalisht ata që u votuan më shumë do të jenë në lista të hapura apo edhe ndoshta nuk do të kandidohen fare. Në të gjithë këtë sjellje nuk ka asnjë logjik politike dhe elektorale. Ndërkohë që nga ana tjetër kundërshtari i tyre Edi Rama po sillet ashtu sikurse duhet të sillej Partia Demokratike me listat dhe me kandidatët për deputet. Edi Rama te listat e mbyllura do të vendos njerëz të rinj, ndërsa te ato të hapurat, njerëzit e Partisë Socialiste me peshë dhe me histori politike, pikërisht për të krijuar një inxhineri elektorale të fortë dhe konkurruese.